Shkarkimi nga detyra ish kryepolicit Ilir Proda, duke se ka hapur rrugë procesit për zgjedhjen e kreut të ri të policisë, një garë e cila këtë herë duket më reale se gjithë proceset e tjera të zhvilluara më parë, ku emri fitues gjithnjë përflitej në tavolinë dhe po ai zgjidhej, teksa tashmë ky proces duket se nuk po e garanton tipikisht një emër në tavolinë. Por kush janë garuesit këtë herë? Ministria e Brendshme ka publikuar 16 emra të cilët kanë shprehur interes për të bërë pjesë e këtij procesi, ku ndër radhë ka oficer të dalluar të cilët i kanë shërbyer policisë së shtetit. Sipas renditjes alfabetike, garuesit janë si më poshtë: Afrim Tapa, Alfred Çepe, Arianita Rapi, Ejona Gurabardhi, Elidon Çela, Gentian Berberi, Gentian Shea, Idaet Faskaj, Lorenz Panganika, Neritan Albati, Pëllum Seferi, Rebania Upi, Sajmir Boshnjaku, Skënder Hita, Suela Sulkaj dhe Tonin Vocaj. Skënder Hita, Tonin Vocaj, Neritan Albati, Rebania Upi dhe Elidon Çela janë ndër emrat për të cilët qarqet mediatike dhe politike duket se kanë spikatur si më të mundshmit për të marrë drejtimin e postit të kryepolicit. Por çfarë rëndësie ka këtë herë për zgjedhje një oficeri i cili do të shërbejë sigurisë dhe rendit publik në vend? Është pikërisht momenti që policisë së shtetit i duhet një reformim. Në një kohë kur në Dosi dhe Sky CC rezultuan oficer të përfshirë me grupet kriminale. E fundit ishte godita në Vlorë, ku zbuloi një shef të krimit në këtë qytet, të lidhur me një nga grupet më të rrezikshme dhe që shërben atyre me informacion dhe logjistik. Këtë herë policisë së shtetit i duhet një kryepolic që të ristrukturojë të gjithë organigramën për të pasur mundësinë që policia realisht të rikthehet në shina, për të nxjerrë nga radhët e policisë zyrtare të cilët zgjedhin krimin dhe korrupsionin përballë detyrimit që uniforma e tyre ka ndaj sigurisë dhe jetës së çdo qytetari në vendin tonë. Duhet një kryepolic që të ndryshojë spak idenë e tradhtisë që vjen nga policia, që siç dukshëm është kuptuar, Byroja Kombëtare e Hetimit po kërkon të ketë pavarësi totale nga policia, duke menduar ngritjen e një strukture operacionale, vëzhgimi dhe përgjimi, krejtësisht të sajën, pa ja shtrirë dorën organeve të tjera ligjzbatuese. Sa rëndësishme është kjo garë, Çollaku, për policinë e shtetit të herë? Të ju i thoni garë, sepse është një procedurë leksikore. Unë do që ndryshe që e shoh, sepse po shoh gjithmonë më tepër se nga një drejtor në tjetër, kemi folur edhe herë të tjera së bashku që janë ndruar 5 drejtorë, 7 ministra, kemi në përduar pasardhësit, dhe tu zgjat 3 muaj, 4 muaj president drejtor policie, po mirë këto 3-4 muaj, dakord që ka të komanduar, ka në drejtor, do vi drejtori, do bëjë të lëvizjet e tij të ekipit të ri, sepse ligjërisht ka dhe pavarësim nga titullari i Ministrisë së Brendshme, është nomenklaturë emëruar nga kryeministri, pa vetëm propozimin bën ministrat. Atëherë, këtu një organizatë policie, e cila ka sigurisht potenciale për të marrë drejtimin e saj, të ndershme, them unë, po potencialet cilësore, të pakapura, dhe le të themi pa telashe të shkuras profesionale në raportet gritë tek e zeza, unë them që nuk janë fort të promovuar nëpër lista, ose janë thjesht për të mbushur emrat, numrat, për të lançuar se ka kandidaturën Çollaku. Besoj që ka qenë një garë e hapur të paktën për të futur emrin në listë, po ta themi të paktën kështu. Shumica ato që fusin emrin në listë, të paktën nuk do zihen me drejtor, por do shkojmë diku tjetër, po jemi pjesë e ekipit të ri të policisë së shtetit. Natyrisht që këtu, me atë çfarë ka ndodhur në policinë e shtetit, me atë çfarë edhe vetë partnerët, por edhe prokuroria e posaçme kërkon te kjo organizatë, pastrimin e brendshëm të saj. E kemi dëgjuar në mënyrë të përsëritur ish drejtuesin Domani, por edhe prokurorë tjerë, edhe të jurisdiksionit përgjithshëm, kur përmendin në përdosjet e tyre disa të bërë publike, të tjera të janë hetim, se në këtë trup të policisë së shtetit në nivele drejtuese, në nivele të larta, ka oficerë të cilët janë të përfshirë në grupe dhe banda kriminale, sidomos nga përgjimet e Sky Anglos. Rasti i fundit në Vlorë në grupin e Inez Arhullës. Domethënë Inez Arhullës një oficer që ai tjetër që vajte në Kosovë që u ka me 1 milion euro. Ferrari me 1 milion euro me çfarë ishte. Pra këta në raste janë episode të niveleve 2 e 3, deklarimet e drejtuesve të hetimit të posaçëm përmendin emra të niveleve të larta. Ku janë ta kur prej 3 vitesh ne presim që këto të përmendur në përdosje, si të përfshirë në afera të paligjshme, me kyçbërës, me grupe kriminale, me pastrim parash, me organizata tani, presim që këta të paktën të jenë në hetim të përballë me drejtsinë, se mund të jenë të pafajshëm dhe ne akoma nuk kemi lëndën e duhur për të klasifikuar atë, përsa ka një vendim gjykate nuk o thotë këtë. Por kjo lloj përsëritje e këtij fenomeni dhe nuk shohim në atë
në atë parcel të projektuar se janë këta emra dhe ka të tillë. E dim edhe ne, e din edhe ta. Vetëm në dorën le të themi në dallgën e parë të dosjeve të ardhura nga Franca, Belgjika dhe Holanda, ku ishin, le të them, grupi prokurorë që merrej me këto aplikacioneve të koduara, ishin mbi 300 oficerë policie që u përmendë emri të përfshirë. Shtojmë edhe 150 që ish drejtuesi i shërbimit informativ i Shkajasi kishte përcjellë në prokurorin e përgjithshëm e oficerë policie të përfshirë në grupet kriminale me emra konkret. Këtu na shkojnë nuk e di, është gati 10%. Është shumë të rënditse. Dhe duke marrë në konsiderat numrat e atyre që janë hetuar, larguar, përjashtuar, pa u futur tek hapësira e reklamave ku balla Taulan deshi të bënte këtë plotësimin e formularëve nëse i kanë qenë janë përdorues të aplikacioneve të koduara, ishte pra një teatr i përkohshëm ai, ku vetëm një individ nga 10-11.000 plotësoi dhe ai më duket kishte harruar ta filmoj. Ndaj kishte harruar ta filmoste në fund, më duket. Po kishte plotësuar gabim se kishte thënë një aplikacion që ishte për këto hapësinore. Po, hapësinore, çështje emotive, erotike mbase diçka të kësaj natyre. Tashmë kur vim këtu, ore kriteret janë të qarta dhe unë nuk kemi surprizuar tashmë se kur shoh që në Itali, në Gjermani, në vendet e perëndimit një drejtues i këtyre strukturave të policisë së shtetit, vjen një drejtues policie nga Italia, nga Gjermania dhe ka takuar aty është një që ka ardhur në këto vite ka takuar 10 drejtues policisë shqiptare. Duket sikur të jenë në supermarkete. Sepse kjo karrierë, pse nuk rrin dot aty çka ata që nuk e mbajnë. Sepse edhe pushteti, edhe politika tashmë në 10 vjeçarin e fundit grupet kriminale. Ata kanë pasur akses në rritje në policinë e shtetit, edhe në emrime brenda kësaj strukture, në emrime në postet të larta, dhe tashmë ata këtë pushtet e bashkëndajnë dhe unë shoh gjithmonë më shumë që ministri i brendshëm, cili do qoftë ai dhe kryeministri e kanë të vështirë, pothuajse të pamundur të vendosin ata se kush do të jetë drejtuesi. Thjesht do lexojnë edhe grupet e interesit, pavarësisht se janë të jashtëligjshme, se cili prej tyre merr vota më tepër nga tavolina e bordit të skeqjes. Okej, faleminderit Çollaku, do rikthehem sërish për bërë dhe një pyetje për këtë çështje. Karanja, si e keni parë këtë garë, si e konsideroni cilësinë e garuesve dhe rëndësinë për të pasur një drejtor të përgjithshëm? E parë largimi i drejtorit policisë aktualit, që është pa mbaruar mandati, kjo sjell një paqëndrueshmëri në policinë e shtetit. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ligji ka 5 vjet. Edhe me të drejtë emërimi, po, 5 vjet të tjera. Mund zgjedhet një tjetër. Pra mbarimi i mandatit para këtij afati, unë shikoj një paqëndrueshmëri në policinë e shtetit. E dytë, edhe tek për sa i përket karrierës. Personi thot në CV-n e vet do thot kam qenë 1.7 muaj, 1.7 vjet drejtor policie, kam qenë një vit, kam qenë 6 muaj. Pra dhe kandidatët e ri bëhen gati, thonë inshallah po kap vitin. Pra që fillon në start, thonë, domethënë nuk e mbarojnë askush garën. Aplikon me inshallah. Pra gjithçka që këtu nis me inshallah. Pra askush nuk e mbaron cirkuitin. Që janë si 5 vitet plota. Si te Formula 1 që mbaron gara, këtu s'mbarohet gara. Këtu që tu tregon një paqëndrueshmëri shumë të madhe. Burimi i kësaj paqëndrueshmërie ku është, Karanja? Burimi i paqëndrueshmërisë neve shohim nga viti 2016, se unë po e lidh me reformën drejtësi. Pse? Po. Sepse reforma në drejtësi lidhet me drejtësinë. Edhe të dhënat që foli pasiri, Dumani, që është drejtuesi që ka qenë drejtuesi i një institucion qendror, i akuzës që merr edhe me korrupsion, të shrit korrupsionin. Pra ne kemi një rritje galopante të korrupsionit mas vitit 2016. Cili është shkaku dhe cilit janë fenomene pse është rrit korrupsioni, këtu duhet të diskutohet. Kemi një rritje të numrit të punonjësve të policisë, të cilët kanë dalë më prapë, edhe s'ka ECC-ja, për shembull, bëhet fjalë por janë vepra penale të ndodhura në 2019. Në 2020, edhe Matrixi bëhet fjalë dhe pjesa më e madhe 2015-2021, mars 2021, kjo është fasha e... Po, kemi fashë që kemi një rritje të korrupsionit. Atëherë janë investuar para për të luftuar korrupsionin dhe korrupsioni është rritur.
Çka tregon? Do thotë që është rritur dhe në polici. Është rritur në polici, flas për polici. Sistemi gjyqësor nuk mund të themi është korruptuar, por shkatruar. Sot s'ka më drejtësi. Domthonë nuk diskutohet më korrupsioni. Tu është më keq. Se nëse jep 2 lekë marrë punë këtu s'marrë as puna. Janë rritë çmimet. Rritje çmimesh po bëhet fjalë s'marrë gjyqi këtu. Është shkatruar sistemi i drejtësisë. Mendoj që rritja e korrupsionit vjen nga që personat kanë menu e kapën dhe këta dhe duke lënë dhe gjurmë. Pra nuk e kanë ditë më të sepse duke menduar që janë tonë dhe Ben Amete. Kështu tha, duhet reforma në drejtësi, na duhet. Do të pyes dhe për atë sepse sot ka përfunduar hetimet SBAK. Edhe Beni këtë thoshte na duhet, edhe këta gjithë. Pra në kallëzimet e tij ndjes Karanja, që është thelbësore besoj në raport me gjërat e drejtësisë, që zëvendëskryeministri ka bërë denoncime, thotë ne dim se është bërë vettingu, ishim aty. Bëhim me mesazhe, këtë kaloje, këtë ngele, këtë kaloje, këtë ngele. Pra është një rrëfim vërtet në nivele të larta për treguar si është kontrolluar ky proces. Pak më vonë kur të flasim për incinerator që të bëjmë edhe një shpjegim, ndoshta edhe kësaj reformës që kemi diskutuar do ta diskutojmë. Kjo deform reforma lidhet me rritjen e korrupsionit. Kjo e njëjta gjë sepse nuk është se shpikëm, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Kroaci. U bër reforma atje, ndodhi. Pra ndodhen, u rrit korrupsionin në çdo sektor të administratës publike. Po përse nuk u lejua të bëhej ky eksperiment i Shqipërisë në Maqedoni dhe në Kosovë? Vetë Bashkimi Evropian ishte refuzues për ta eksperimentuar në këto 2 vende. Mos kemi pasur shumë korrupsion. Na përdorën si kavje. Eksperiment, absolutisht. Një eksperiment ose si poligon, po që shkon. E pa ndështimin në Shqipëri dhe nuk donin ta zgjerojnë. Domethënë e provon armën në poligon, punon, është e vajisur edhe na testojnë. Pra janë ato kulmi i durimit, kulmi i shikimit. Neve po na shohim deri sapo e kanë marrë kulmi i eksperimentimit. Edhe tash ndërkombëtarët, ore sa mund të jetojnë shqiptarët pa drejtësi fare. Domethënë si mund të reagojnë që shkojnë. E kemi provuar, edhe testojnë njerëz aty për shembull mbajnë një person sa bërtasin që sepse shpesh që u shkojnë nëpër gjykata, konstatojnë që ke njerëz që bërtasin dhe e kujt i bërtasin? I bërtasin një sekretare aty. Domethënë i bërtasin, ku është gjyqi? Pa jo shkreta ska lidhje gjyqtari. Dhe këto po na testojnë. Ajo që kam dëgjuar unë Karanja është që edhe në polici është të kurrur numri i marrjes së kallëzimeve, sepse nuk ka gjykat që trajtojnë çështjet. Polici tek pastrimi parave. Kështu që dhe policia është në një lloj sikleti të vetën në këtë histori. Policia pra neve tham, gara është 5 vjet, ai thotë kap vitin. Pra çdo gjë këtu është e përkohshme. 3 muaj aplikime, 6 muaj punë. 3 muaj ja shikoj, u bë gjitha gare më. Komedi e zezke. U mblodhen gjithë ajo reklam, tu shku me kameramanët se çfarë po bëhet. Fund fare thash, shikoj, hap Crown në Kashar, ndërkohë që ishte nisë për Durrës apo. Në Kashar hapi Crown, drejtori i përgjithshëm.